Unë dëgjova që tani pasaj është Grinlanda, apo jo? Groenlanda. Nuk e si thuhet në Shqip. Groenland thuhet apo Grinland? Groenland. Është Groenland. Grinlanda është Groenland tani kush e ka radhën? Do flasim në gjatë emisionit, po. Rubio ka përmendë Kuba. A ka përmend Kubën? Kuba, Kolumbia. Po, pra, Floger. Unë dëgjova që dëgjova dikuj që Marco Rubio, origjinën e prindërve të vetë, më duket i kanë nga Kuba. Po, Amerika Latina. Dhe ka Kuba të mamë, se Amerika Latina është e mamë. Dhe ka një këshulloj ndjesie perceptimi për shkjen e drejtave të njeriut, për shkak të reminiscencës dhe tjetës atje. Pra, prandaj e ka në më shumë fort të pjesë. Autoritaristë. Po, kuptoj që 30 vete që ishin duke ruajt Maduro ishin nga Kuba, kështu që 30 veta, doli dhe lajmi që më shumë ndoshta ishte, por ata 30 veta ishin kështu, këta që ruanin Maduro ishin nga Kuba. Me duket ky kishte shumë besim te venezuelianët dhe kishte kuban këta, kubanez. O Mark, po, edhe ti ke punuar në sektorin e naftës apo jo? Dikur? Unë kam qenë investitor në një projekt. Ke qenë antar bordi më duket në një projekt? Po. Para shumë viteve? Jo shumë, por brenda 10 vjetë. Pra e njef sektorin e... E njof paka shumë që po flasin për, kur flasin për arbitrajin, kur flasin për gjëra që nuk janë, dhe më thënë, të shluar edhe për sektorin. Po, paka shumë e njof. Dhe me thënë, ditë të dallosh për shumbull, midis vëndeve që kanë më shumë rezerva naftit, që është Venezuela që mbahet e para, 19% duke, sa ka? 19% thoshte në këto... Diqka të tjilë. Ditë të dallosh për shumbull, kush është naft heavy, pra naft e rënd, cilësi e keqe që i thonë këta, që është shumë vështirë, do të investosh miliarda që ta bësh të përdorshme. Venezuela është një nga këto, apo jo, dhe këtu shtrohet çështja e debatit që dëgjoja gjithandej nëpër këto kanalet franceze që shohun, dhe italiane, por më shumë franceze, thoshin që këta a ka bërë realisht për naftën Trumpi këtë, edhe pse ai e thot në narrativën e vetë, kur flet thot ai për shkak që ne na duhet të përdorim naftën e tyre, thot pra do se thua gjithë investimin do bëjmë, do e rimarrim mbrapsh, sepse ne kemi qenë atje etj. Ndërkohë, sa njerë dëgjova një biznesmen shumë të fortë franco-amerikan dje, i cili thoshte përqindja që Maduro, që Venezuela eksporton, është tmerësisht e vogël. Është shumë e vogël në raport me gjithë pjesën tjetër, sepse është nafta shumë e keqe. Edhe Chevron që është akoma atje. Po, ka akoma sanksionet, kështu që. Janë akoma sanksionet. Po. Veç Chevronin që ka leje nga departamentet e saj. Më duke se filluam. Ledjo, kur të fillojmë emisionin? Ishim në para përgatitje këtu, në nxemje, warm up, nxemje. Ledjo, kur fillojmë emisionin? Ja për pak. Qa perle. Ka rënë një heshtje, ha? Qa keni frikë se mos ndodhe, se mos vjen në një helikopter në Shqipëri? Mos më pur. Por nuk do se jemi shteti NATO-s. Ishte edhe Groenlanda, NATO-s që vëllë, më falsh, shteti IBS është NATO-s. Përfshirë, dhe themi. Tani fillojmë. Këto ditë kam dëgjuar shumë helikoptere dhe avion sipër. Keni dëgjuar? Po. Floger? I keni dëgjuar gjithë këto helikoptere sipër dhe këto avion më çfarë janë më burr? Pse kalojnë këtu mordi? Ku shkojnë? Toksor, përshëndetje toksore, ju sa po keni mbritur, jemi live tu në emisionin tim Zonë e Lirë, si çdo të martë, të mërkur dhe të premte. Të martë të mërkur jemi në orën 10 darkës, të premte në orën 9 darkës. Edhe sonte jemi live, data është 6 janar 2026, gëzuar gjithve se si mi parë që para vitit të ri, që në 30 vjetor. 22:06 minuta në këtë pënjë pjesë partë e emisionit, episodi 1027,
ja ku është pjesa e parë, për njëshi. Emisioni mund të ndiqni live dhe të kjo faqja këtu në YouTube, Zonë e Lirë Official, bëni një subscribe për qetin tuaj. Ndërkohë, unë do mundohem sonte në fund të emisionit, bashkë me të ftuarit e mi, do ndajmë së bashku pyetjet tuaja, pyetjet që ju i nisni te ky boksi këtu, te kjo kutia, që nuk është një tjetër veçse një QR kod i thjesht, meni se mendosni thjesht ku duhet çfarë të kërkojnë aty gjëra thjeshta dhe më bëni vetëm pyetje, jo komente. Ju falenderoj shumë. Rimi mbrëma të gjithëve. Data 6 janar kam në studio zonja Zotrin kësaj radhe. Kam në studio Marsit Gubin mi mbrëma. Marsit Gubi, i cili është avokat penalist, pedagog tek Marin Barleti, ka mbaruar ligj dhe filozofi. Flogert Musha, specialist komunikimi, lexo.al, Flogert, gazetar mi mbrëma. Sebastian Zonja, Seb mi mbrëma, gazetar plus në MCN TV. Normalisht, këta tre personazhe ju tashmë i njihni, janë bërë të njohur për të gjithë ju sepse kemi kohë që punojmë bashkë në këtë emision. Sonte është rikthyer në studio dhe një mik tjetër i emisionit, i cili nuk vjen shpesh, vjen atëherë kur duhet. Mark Crawford. Crawford apo Crawford? Unë them Crawford, si Cindy Crawford, si ajo modele që ishte. Vetëm e o. Crawford. 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 Sepse Crawford e ka pas dhe ajo modeli e Fshat skocez. Është fshat. Është fshat në Skoci. Mark Crawford, ju jeni shtetas amerikan, po më duket dhe shtetas shqiptar, keni marrë pasaportë shqiptare jo apo? Jo, por kam nusën edhe fëmijët që janë shqiptar amerikan. Gruaja dhe kalamajt janë shqiptar amerikan. Ju jetoni në Shqipëri prej shumë vitesh tashmë, prej vitit 1900? Kam qenë në rajon për 30 vjet, në Madhëzi, edhe Maqedoni, Greqi. Dhe në Shqipëri nga viti? Unë fillimisht edhe në 93-shin. Në 93-shin? Po. Dhe duhet thënë që një nga ju jeni biznesmen sigurisht, keni qenë dhe kryetari i dhomës i dhomës amerikane të tregtisë, për shumë vite. Dhe një nga sektorët ku ju keni punuar ka qenë dhe sektori i hidrokarbureve. Keni qenë antar bordi një kompanie GBC, më duket, Ishte një nga investimet që kishe. Një nga investimet tu në Shqipëri. Unë kryesisht ishte në financë, me bankët, me gjërat të tjera. Ishte dhe pjesë e financave. Por nga një herë ka pas disa projekte, disa investime, sidomos nga amerikanët që kanë pas vështirësi edhe më kanë ftuar të jem në bord të përpiqem të ndihmoj. Megjithatë, duhet thënë që ndryshe nga ne të tjerët, Mark, ju keni, flasim me ti më mirë, sepse njihemi prej kohësh, ti ke një lloj eksperiencë dhe do i provoje ku flitet për investimet në naftë apo jo? E kuptoj pak a shumë. Prandaj dhe ju kam ftuar sot, Mark, dhe filloj me një herë, plaset fabula e parë në ekran Ledio. Nuk e se që video ka Ledio, po do i japi herë pas here në ekran, dhe filloj me një herë arrestim në Maduros në gjithë e pan, arrestim spektakolar dhe thënë, i cili nuk ka vazhduar më shumë se sa 60 minuta ishte total si operacion, me një spektakël i vërtet, duke i sikur ishte serial, por në fakt, kur e shikoje... E ka me një sinkron hapje, në? E ke dhe një sinkron? E ka me një sinkron, po. Ja, jebi ta shohim videon dhe pas e kthehemi në studio, jebi në. Last night, on the order of the President of the United States, and in support of a request from the Department of Justice, the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice two indicted persons, Nicolas and Cecilia Maduro. Nicolas Maduro had his chance until he didn't. He effed around and he found out. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, you know, if he says he's serious about something, he means it. But don't play games. Don't play games with this president's in office, because it's not going to turn out well.
Pikërisht pra. Nesër ne me Ilir Kullu në studio do merremi me detajet e operacionit. Pjesën ushtarake, pjesën policore, me Delta Force, me gjitha ato. Sonte, unë mendova që të mundohemi të dekriptojmë për njerëzit që na shohin, me fjalë të thjeshta. Ore, a është bërë vërtet për naftën kjo që ndodhi pra? Trumpi e donte vërtet Maduron të kapur dhe e kapi vërtet, hajde, flokë, vetëm ul kokën. E kapi vërtet Maduron sepse i duhet nafta e Venezuelës apo jo? Po e filloj me ty, Mark, dhe pastaj do shpërndaj të kolegët e mi. Ne kemi parë klipin që kur ishte përmendër nga generali atje që ata ishin prezent edhe ishin duke mbështetur departamentin e juridikës, të drejtësisë. Ne mund të kujtojmë që në 2020 ishin një hetim në New York kundër Maduro. Që në 2020 ka qenë një hetim. Edhe këta gjykatët në New York ka thënë që ky Maduro me qëllim po tenton të vret Amerikanët duke trafikuar narkotiket, domethënë kokaina. Kështu që mbi këta ai ishte hetuar. Ma pas ishte një shpërblim për domethënë për dikush që mund të kap atë. Mund të fitojë $15 milion. Kur ishte Biden, demokratët, domethënë, ata ishin dakord me këtë, por kanë rrit çmimin deri 25 milion. Kur edhe Trumpi ai bëri du fish, 50 milion. Për kokën e Maduros. Edhe Maduro ka thënë që hajde frikacak, ma merr mua, unë jam këtu në shtëpi. Edhe ishte ftesë edhe erdhi Trumpi edhe mori. Okej. Kjo është pjesa e narrativës dhe e gjithë këtij spektakli. E juridikës. Edhe juridik. Për amerikanët, domethënë. Pra, ti na shpjegove thjesht pjesën, se thua, anën e narkosit. Po. Tani mua më duhet të futemi te pjesa e, do flasim për atë, pjesa e naftës. Po. Hym direkt në temë. Po. A çfarë vlerë ka për amerikanët sot, për amerikanët si perandori botërore, çfarë vlerë ka ajo naftë, edhe pse Venezuela ka rezervat më të mëdha të naftës në botë, është vendi i parë, bile është më sipër Arabi Saudite. Thonë që është shumë e rëndë, pra, është heavy, është cilësi shumë e keqe dhe do miliarda investime për ta bërë të përdorshme. Unë besoj që ka disa elementë. Një është hetimi në New York, një është bashkëpunimin me armikët amerikanëve, Hezbollah, Iran, nga njëherë Rusia dhe Kina, Maduro në fjalën, që ishin duke bashkëpunuar atje, edhe këta naftë ishte duke financuar aktivitetet e tyre. Edhe në gjithë sezon të botës, ata ishin duke vrarë ushtarët amerikanë edhe aleatët tonë. Kështu që nafta nuk ishte vetëm çështjen e ekonomisë, por është edhe financimin e armikut të amerikanëve. Kështu që këta ishte çështja e dytë. Çështja e tretë është në fakt janë disa arsye. Nuk është vetëm njëra, po më miq. Është një element ekonomike. Burri i gjyshës sime ka pas punuar në Venezuela. Burri i gjyshës. Po. Më fal, pse i quan burri i gjyshës? Pse i quan gjyshi? Ishin divorcuar, domethënë gjyshi im biologjike edhe martoi prap. Dakor, i dyti. Po. Dakor, okay. Jo gjyshi tamam, po. Nuk është gjyshi tamam, por ai ka gjyshi njerë. Burri i gjyshës, si bëhet fjalë në vitet? 48 deri 50. Dakor, pas luftës së dytë. Po? Po. Ai ishte atje edhe punoi atje. Ka punuar në Venezuelë. Ka punuar në Venezuelë. Te nafta. Te nafta. Edhe ne kemi pas një histori shumë të madh duke bashkëpunuar me Venezuelën. Edhe duke investuar atje. Cilat ishin marrëdhëniet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Venezuelën në atë kohë? Ne ishim duke 48-50 bashkëpunuar, duke ata ishin të varfër, domethënë. Ishin të varfër. Ne shkuam atje dhe investuam edhe kemi ndërtuar sektorin të naftës bashkë me të. Kur erdhi Chavez, në atë kohë ishte Chevronin, i cili duhet thënë ka ardhur shumë më vonë se 48, Po, shumë më vonë. Ai erdhi si socialist, si komunist dhe tha që okay, do marrim gjithë naftët. Ka ardhur 98. 98 ka ardhur. Edhe kishin 13. Edhe ishte Exxonin atje, ishte ConocoPhillips, ishte Chevronin. Si quhet kjo pra, përveç Chevroni dhe Exxonit, si quhet kjo tjetra? ConocoPhillips. ConocoPhillips. Po. Ky ishte ai biznesmeni që folëm që parë, biznesmeni amerikano-francez, që dëgjoja dje shumë interesant, e kishte marrë nga kompani të mëdha. Një kompani të mëdha, po. Edhe ka shumë ai e thoshte këtë gjë, që mos mendoni se është kjo gjë apo bëhet për naftën, tha kaq shumë, tha, sepse edhe shpjegoi gjithë këto gjëra dhe po dëgjon me shumë vëmendje të gjithë ftuarit. Sepse njerëzit, gazetarët përgjithësi, madje edhe ekspertët, gabojnë shpesh. Duhet të marrësh në këtë rast, do të marrësh njëri të fushës vëlla. Ai fatikisht edhe amerikan, ishte amerikan dhe francez. Dhe ai unë e dëgjoj me shumë vëmendje vëlla, këtë thoshte. Tani thoshte, po u fut kjo gjë, të gjithë do thonë e bëri për naftën, e bëri për naftën. Jo, sepse në fakt këto gjëra që thamë ne, është vetëm 5%
kjo që bëhet tani është shumë e vështirë për të nxjerrë shumë Edhe kur Edi Chavez ishte një rëndje në prodhim. Edhe sot... Kush ishte? Ishte një rëndje në prodhim. Rëndje, po. Kur erdhi Chavez. Edhe Chavez tha që ose më jepni aksionet të tua, ose ikni. Kështu që Exxoni iku, ConocoPhillips iku, Chevroni ka thënë që pranojmë edhe kanë vazhdon atje, edhe sot. Edhe sot është. 25% të prodhimin të sotme, edhe dje, është Chevronit. Kështu që ata kanë leje nga Departamenti i Thesarit. Ka pas dhe firma tjera që janë amerikane, po që mund të jenë në bursi Totali, për shembull franceze kështu, ka pas Nuk e di për ata, ka kanadezët e di që janë bashkë me Amerikë në këtë çështje. Ata që kishin ikë kanë shkuar në arbitrazh, kanë fituar arbitrazhin. Edhe bashkë me interes del gati 30 miliard dëm që duhet $30 miliard që duhet paguan dhe Venezuela, që ju prishi kontratat tyre, Exxonit, si quhet ConocoPhillips. Po, edhe ku di unë se kush. Edhe është një listë mund të gjetë një publik. Kështu që Venezuela nuk I pagoi kur apo jo? Nuk ka paguar. 30 miliard. Ende. Kështu që kur Trumpi thotë që do shkojmë edhe do marrim naftë që është jonë, domethënë në thonjse. E tha në këtë kuptim. Në thonjse sepse ishte sipas arbitrazhin ata kanë diçka që mund të marrin. Kështu që nëse ata shkojnë edhe investojnë, mund të rikuperojnë ose mund të kompletojnë ata kontratat që kishin. Mark, që ta shpërndaj bisedën. Ti the ka 3 arsye, sepse u mor... Ka 3 element. Ka 3 element. Arsye zyrtarisht është hetimi në New York. Hetimi në New York është kjo është pjesa zyrtare. Pra që ka lidhje me narkotrafikun. Pra me drogën që shkonte nga Venezuela, atje dhe vriste Amerikan. Dhe vetë familje ishte e përfshirë, I biri dhe e shoqe... Të janë akuzat të gjitha. Akuza, patjetër. E dyta është lidhjet e fortat e Venezuelës, që nga koha e Chavezit dhe këtij tani, me Hezbollahun, me gjithë, po themi, armiqtë amerikanëve. Dhe Hamasin. Për financime. Dhe e treta është nafta. Ti kështu do I rendisësh? Do I rendisësh të tretën për garancia naftën? Të tretën e rendit për garancia? Të dytën takon edhe politikën që kemi tani për vetëmbrojtje, që doli publikisht që do zbatojmë prap doktrinë Monroe. Doktrinë Monroe, po. Do thotë që ata armiqtë të Amerikanët nuk do veprojnë, nuk mund të jenë prezent Ja do flasim në Amerikë. Se, para se të kaloj të Flogertit e Marsitit, të më japin qëndrimin e tyre, mund të më thuash, po me pak fjalë, me fjalën të më japësh me pak fjalë, doktrinë Monroe që Trumpi duke folur radit në konferencë shtypi, tha ne kemi lënë pak pas dore këtë doktrinë Monroe, ai ish presidenti I Amerikanëve vitet 1820. Dhe I quhet madje doktrina Donroe, po doni tha, I quajmë dhe kështu tha, Donroe, Donald Donroe, Monroe. Por njerëzit që na shohin tani që nuk e dinë se s'kan dhe nuk kanë arsye ta dinë. Ç'është doktrina Monroe? Hemisfera perëndimore është hemisfera. Ja, kemi dhe një ilustrim shumë të bukur këtu në Fuqitë e mëdha kanë gjithmonë atë që quhet baçja e tyre. Oborri I tyre. Oborri I vet. Duke qenë se kanë konceptin e oborrit të tyre, më herët duke qenë se ishin fuqi evropiane, amerikanët I thanë që ju nuk keni punë në lagjen tonë. Sot që shohim, ka fuqi si Kina, të cilët po zgjerojnë fushën e tyre të ndikimit ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, kështu që amerikanët po I thonë, ju nuk keni punë në lagjen tonë, që është Amerika Latine. Dhe kjo në themel është arsyeja pse shkojnë në Venezuelë. Kontratat që po doktrina Monroe më fal që ndërpres. Jo se ti se di, po ndoshta e harrove ta thuash detaj. Atëre nuk kishte njëjtë sot situata. Atëre ky I thoshte europianëve, ju bëni ç'të doni në pjesën tuaj. I tha europianëve diku. Tani I thotë. Ama nuk kishte reciprocitet, vetëm ndryrje, pra nuk dalonte edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marsiti Ledion. Ama nuk I kishte parimin e reciprocitetit, doktrina Monroe. Doktrina Monroe ndalonte europianët që ndrynin në Amerikë, dhe po ta thjeshtëzojmë parimi është Amerika për amerikanët, mirë po kjo nuk pas sillte edhe sanksionin që dhe amerikanët mos ndrynin ose mos kolonizojnë. Është vërtet, por në atë kohë ne ishim të vogël, domethënë ishim shtetë re dhe nuk ishim. Pra kjo vlente vetëm për europianët, kjo është ideja. Nuk kanë pasur këtë territor që kanë sot, por që të thuash të duhet kesh fuqi. Kjo është parimi bazë. Lediona fut gjithë në ekran tani po mundem në 5 pleks. Për të thënë të tjerëve që ju nuk do vini në lagjen time, apo në zonën time të influencës, apo unë jam hegemon në këtë rajon, ti duhet kesh fuqi. Dhe duhet të thuash që ju lutem ikni tej. Francezët, britanikët, këto dyja kanë qenë fuqia së kohë, dhe ju tha rini jashtë sepse më prishni punë këtu. Dhe donte të mbronte sferën e vet të influencës.
Sot që flasim, pra po e përsërish sërish, arsyeja kryesore e ndërhyrjes, sipas një konsensusi gjerë të gjithë analistëve, është nuk ka më influencë ruse dhe kineze në Amerikën Latine. Rasti Kubës, e dim të gjithë, donte Bashkimi Sovjetik të çonte raketa, Kuba me Floridën janë shumë afër me njëra tjetrën, nuk mund të sënosh interesat e mia strategjike. Fuqia e madhe është dhe Rusia, në sytë tanë si evropian, po në sytë amerikanëve nuk është fuqi e madhe, është fuqi rajonale, dhe Rusia kërkon të njëjtën gjë në Ukrainë. Dua zonën time të influencës dhe nuk dua që të mvish afër. Të njëjtën gjë kërkon Kina në Tajvan dhe në vendet e tjera. Puna është sa fuqi kanë ta bëjnë ata. Amerikanët kanë fuqi ta bëjnë. Amerikanët e bën. Po kjo është debat tjetër. E bën, po kanë fuqi, pra kanë bërë dhe e bën, po. E bën. Puna është sa fuqi ka Rusia, pra Putini të vejë në Kiev të marrë Zelenski, dhe sa fuqi ka Xia. Precedentin e kanë gati. Të shkojnë në Tajvan të marrë atë. Precedentin e kanë gati. Po, pa, kanë fuqi është puna, se precedentin e kanë gati. Kush do i ndaloj? Saktësisht. Kush do i ndaloj? Jo, kanë fuqi ta bëjnë, mo. Sigurisht. Je i bindur? Nisem me disa parti. Me dëme të mëdha mund ta bëjnë, me dëme të mëdha kolaterale. Kolaterale do jenë. Deri më sot, kontributi më i madh që i është dhënë ndonjëherë botës në shekullin e fundit është kontributi që i kanë dhënë amerikanët. Sot, bota është më e pasur se çka qenë ndonjëherë, me lindshmëri më të lartë se çka qenë ndonjëherë. Ti thua për shkak të Amerikës, të SBA-t. Një nga arsyet kryesore. Amerikanët ndërtuan këtë rend që kemi në sot. Nëse mos ikim nga tema. Monroeja ishte kjo. Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e shëmbin këtë rend. Pra rendi liberal nuk ekziston më. Dhe drejta ndërkombëtare, ligji ndërkombëtar të gjitha këto. Ato e kanë vetëm për veten e tyre. Pra demokracia sot është vetëm për ato vende që duan ta ruajnë për veten e tyre. Nuk ka më presion nga vendet e tjera që ju të bëheni demokrat. Pra kemi hyrë në epokën Marsit, para se kaloj te Flogerti, faleminderit Seb. Kemi hyrë në epokën që bëj si shtem unë, mos bëj si po mos bëj si bëj unë. Normalisht kjo çani rrjedh nga parimi i real politikës ose ç'na mëson antikiteti ose i raportit forcës. Që nga Thukididi është shpreha e famshme, të cilën ai ka përdorur dhe në librin e tij të luftës Peloponesit, në cilin thotë i forti bën atë që mundet, i dobti vuan atë që duat. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që rregullat, marrëveshjet ndërkombëtare, aktet e drejtës ndërkombëtare publike vlen si parim në mënyrë që të japin një lloj parimi sigurie për shtetet e dobta. Ama shtetet e forta, siç është SBA-ja, Anglia, Rusia, të cilat janë ato që i kanë krijuar në marrëveshje ndërmjet tyre, OKB-n e shumë institucione të janë ndërkombëtare, i kanë si mekanizma ama për të mbajtur kontroll shtetet e dobta, por vetë, sidomos SBA, që është perandoria e botës sot dhe shteti më i fuqishëm, madje edhe modeli i demokracisë, në të vërtetës, nga atje vjen çdo lloj zhvillimi institucional demokratik edhe parimi qeverisje, e ka ndryshe sepse në varësi të raportit forcës mund të shkel këto ligje mbasi ka mundësinë për post forcës edhe të përligjë arsyet institucionale. Të kthehemi tek rasti i Venezuelës. Kush është qëllimi funksional dhe kush është përligja juridike? Qëllimi funksional është ky, po, Amerika pra amerikanë dhe nuk do aty ndërhyrjen e shtetit rus, shtetit kinez dhe sidomos edhe për shkak të financimeve që janë bërë Hezbollah dhe Hamasit. Kjo është arsyeja e vërtet funksionale. Po cila është përligja juridike? Përligja juridike është një hetimi që është hapur në shtetin e New Yorkut edhe titulli ekzekutiv që tha zoti Crawford, po për borxhin e $30 milionë në gjyqin e 30 miliardë, dollarëve në gjyqin e arbitrazhit. Sepse çdo vendim i gjykatave të arbitrazhit thehet në titull ekzekutiv që duhet përmbarohet dhe kur një shtet nuk tregon vullnet për të bërë ekzekutimin e një vendimi, atëherë mund të përdorë çdo lloj raporti ose incidenti tjetër forca. Kjo është ajo që unë mund të them. Faleminderit Mars, për këtë moment do kthehem prapë te ty, po Flogirti jam kurios ta di vëlla. Ka plas debati ndërkohë, jo vetëm edhe në Shqipëri bile ka një debat tillë. Po dëgjoja disa njerëz që nuk e përligjin këtë që ka bërë Trumpi. Thonë kjo është e pamundur, ka një të drejtë ndërkombëtare që duhet zbatuar, karta e OKB-s, neni 2 etj. Pra, se thua është debati midis kësaj që tha Marsidi. Po kjo është drejtë e brendshme, s'ka lidhje me drejtë ndërkombëtare. Nuk është e brendshme sa i shtet sovran Venezuela. Po pra, kjo që thot Marsidi është e drejtë e brendshme. Po konfirmon tezën e kundërt të Sebi. Po pra. Edhe Sebi. Qartë për qartë. Atë po thot. Pra, sipas teje vëlla, vlen parimi forcës real politikës? E para një herë ti Flogert me këje në këtë histori. Jemi këta që mbrojnë të drejtë ndërkombëtare, sovranistët, jo sovranistët. Sovranist mund të themi. Nuk janë sovranistë. Pse janë sovranistë? Sovranistë sepse është një lloj ndryrje në sistemin e brendshëm. Në këtë kuptim. Në këtë kuptim. Dëgjoj, amerikanët apo e përligjtë të Trumpit, se gjithë debati sotëm ky është pra. Po çfarë i bësh njeriu që nuk njihet nga nuk e di se nga sa vende përveç BRICS-it që kishte bërë aplikim ai për të hyrë në BRICS, Maduro. Thonë që ka vrarë me mira venezuelan dhe ka detyruar të ikin nga vendi, pra ka shkaktuar dëm me popullit vet.
përveç korupcionit, përveç narkotrafiku, që ishte i lidhur e të gjitha këto, hop, nga ana tjetër thonë, dakord, po prapë s'mund të shkosh ti të marrësh një me helikopter të marrësh një drejtues të një vendi dhe ta. Po, hajde. Ja, do vitë ty. Po, përveç asaj, se ajo është batut. Të futej pak më thellë. Këtu kemi Trumpin Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pse? Pra, në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në krye ose si kupola institucioneve ndërkombëtare, drejtave ndërkombëtare, OKB, NATO e kështu me radhë, dhe kanë ndërtuar rregulla loje se si funksionohet në çdo rast. Ky është rasti. Për vete, për të tjerët. Ky është rasti, ata i kanë krijuar për të gjithë, edhe për Kinën, edhe për Rusinë, edhe për të mbrojtur nga ata dhe për t'i kërcënuar ata e kështu me radhë. Po këto tre superfuqi që sa përbrëndet. Patjetër pra. Kur më e madhe janë amerikanët sigurisht, kur bie fjala për të prishur, vetëm ato kanë drejt të prishur. Më fal, unë jam dakord me këtë, nuk diskutohet, por unë po them pse Trumpi në këtë rast është kundër SBA-ve. Pra SBA-ja institucionale që shitet në gjithë planetin dhe që për vete e ka demokracinë funksionale më thash, me veprimin e Trumpit, ka treguar që kemi ardhur një sistem të ri, që nuk kanë rëndësi fare institucionet, kongres, senat, drejtë të birë çfarë kanë ata, e rëndësishme është çfarë thot presidenti, ndodh. Dhe kjo është epoka e Trumpit, që nuk ka më asnjë lloj rëndësie se çfarë thonë institucionet, por vendos ai. Të korrigjoj pak fare, nuk është se kjo, pra, jo vetëm e Trumpit, dhe Obamës, dhe gjithë prezidentëve të tjerë. Po. Pra, nuk është puna se këtë po e bën Trumpi për herë të parë. Këto marrje me helikopter. Pra, ndodhë prej vite. Pa miratimin e Kongresit. Pa miratimin e Kongresit. Dëgjoj, nuk është një kjo, nuk është një apo jo. Pra, e kanë bërë të gjithë pak a shumë. Në kushte ndryshme duhet kanë bërë të gjithë. Në kushte ndryshme. Nuk ishte luftë. Po kjo s'ishte luftë fatikisht. Po pra, po, eksaktësisht pra. Operacion Pra, të të bëj Në Afganistan, në Irak, Bushi apo jo. Nuk Të kemi bëj pyetje të Nuk kemi luftë me Venezuelën. që nuk guxohet, po pra po, që pak e bëjnë. Për shembull, Netanyahun, se nuk e ka marrë njeri akoma. Po pra? Se kërkohet nga gjykata ndërkombëtare është gjykata penale. Pra, këtu standardi ka rënë, pa diskutim, dhe ka qenë gjithmonë i rënë është. Dhe SBA, në përgjithësi po ta vësh janë majtistët. Ka patur për herë kulturalisht majtas njerëzit që janë kundër. Ka patur për herë një pretekst. Më kupton, ka patur për herë ka patur një pretekst. Në këtë rast, preteksti është që Maduro trajtohet si një qytetar i zakonshëm i Venezuelës, i pas zgjedhur pas një lloj posti, pas një lloj funksioni, i cili si një kriminal i rëndom që shkohet nga forcat speciale amerikane dhe merret si lepur për veshësh, futet në anije, në helikopter edhe sillet pastaj në New York. Kjo, në këndvështrimin tim, ky është një precedent i rrezikshëm, sepse nesër larg qoftë, mund ta bëj, pse shkojmë larg ne? E bën Kina me Tajvanin, e bën ky me atë. Pse s'po e bën pra? Kurse bën dalon njëri. Vučići, vllau ynë Vučić. Pse s'po e bën pra? Na merr Albinin që ka fituar në mënyrë plebiscitare, dhe e çon në Beograd atje. Edhe bën spektakël, edhe i thot precedenti. E merr Zelenskin, ai e çon atje. Pra, është ndryshe një betejë, një luftë, një ku diun se çfarë që justifikohet me po shmangim një genocid, po bëjmë këtë, po bëjmë. E kanë përshtimin ta vëmë Marsiti narrativ. E kanë justifikimin ata. Që është? S'kan forcën. Zotri, jo, amerikanë kanë justifikim se na. Që? Po nuk e dëgjove. Ta thash. Po pra, po nuk është justifikim. Ore bashkëpunim me gjithë organizata terroriste. Po nuk është lidhje fortë me Iranin. Ma fal, rusët dhe Kina brenda. Fali sekond. Mos ekzekutimin e vendimi arbitrazhi për një faturë $30 miliardë. Ai zotria, po pra po. Procesin në New York në cilin po pra po, kemi dhe ne papaguar, po nuk e ka marrë njëri Ramsin për veshësh me çun Bruksel. Tani, thelbi është ky, që ne ose duhet jemi korrekt dhe duhet i themi gjërat, ose pastaj duhet jemi ne duam Amerikën. E vetmja diferencë është kjo pra, që duam ne, fatmirësisht ose fatkeqësisht, po kjo s'ka rëndësi fare. Rregullat nuk janë bërë zbatuar nga të fortët, janë bërë zbatuar nga të vegjëlit. Bravo. Tani fortët, po pra dakord, zbatojnë rregullat me njëri tjetrin. Dakord, tani kush është më i fortë? Tani do ta themi apo jo? Vučići apo Albini? Ore le ta provojmë burr. Po se provojmë. Po ne e dim. Po se nuk e lën amerikanët që kanë një bazë është më fortë se. Po pra. Dhe m'fal, ky Maduro jo. A dinte jashtë Venezuelës po. A më marrë Vučićin? Pse se bën Vučići thua ti? Po prit. Po ima pse se bën? Po prit more. Dalë më ç'a prit?
baza amerikane në Kosovë, një sekond, ti mendon, për çfarë është ajo atje? Ore, tani mund ta bëj Vučići se nuk I ka punët mirë me amerikanët albinët, ndoshta nuk e mbrojnë. Çandi më fal, se e tha vetë pak më përpara. Dëgjoj, më fal, ai Maduro, vetëm I pyetje, naive fare. Nuk e ndodh Netanyahu, më fal, se e tha vetë për shembullin. Pse nuk e ndodh pak ta marrë Se është me të fortin pra. Po është edhe vetë fort. Ka bombë. Është me të fortin. Ke dëgjuar gjë ti që këta shtete që kanë bombë bërthamore të kenë pasoja të kësaj natyre? Jo, po unë kam I pyetje, ky Maduro, kam I pyetje naive fare. Ky Maduro dilte jashtë Venezuelës. Nuk rinte vetëm në Venezuelë. Po? Mund të arrestohesh kudo. Pra, se dim të nuk ka dalë kote fund. Patjetër. Ujëra ndërkombëtare mund të arrestojë. Pra, tani, më fal, gjithë keni parë ndonjëherë spektakël të asaj natyre ju? Sun spektakël të kësaj natyre nuk kam parë ndonjëherë. Ishte I bukur. Ishte perë. E shijuam o gjithë. Pa dëm kolateral përveç atyre të shkretëve kubanezëve që ruanin Maduron që humbën jetën, se ata do kenë reaguar, kanë pas armë ata apo jo. Ata nuk u vran kot, nuk është I vran. Interesant që ai nuk kishte besim te ushtrinë e vet. Ai ka marr ata të intelligence të Kubës, po pra. Për të rrethuar ata. Si do I përgjigjesh Flogertit, Marsit dhe pastaj Mark, dhe pastaj Ka problem se Maduro përfaqëson. Erdhëm Ledio, një sekond. Maduro përfaqëson ideologjikisht linjën e majt ose socialist ose le ta themi kështu një lloj komunizmi. Po patjetër. Po. Këta kanë një gjë, këta e përligjin veten e tyre, kur e thyen në rregullin juridik, pra kur bëjnë revolucione, kur pushtojnë institucione, kur tekalojnë ligjin, kur ndërmarrin vendime arbitrare, pra kur e përdorin vetë forcën I pëlqen, dhe kur I thyen në rregullat juridike. Kur një njëjti akt ndodh kundër tyre, duan kontrollin. Brenda shtetit tyre ama. Nuk shkojnë që t'ja bëjnë SBA-ve. Parimi është I njëjtë, revolucioni ja e thyen rregullin, pushtimi ndërtesave qeveritare. Tani po ja fut kot. Si po ja fut kot? Teza e sovranitetit kufizuar kur shkojnë dhe pushtojnë Çekoslovakinë ruse, çfarë është? Po kur një lëvizje politike, fal. Po ta këta më të përgjim, zot, përgjimat që do ti. Kur një lëvizje politike e majt, bën revolucion dhe pushton institucione, çfarë është? Është hyrje ligji apo jo? Po, është. Merret dënoje. Atëherë, situatat e jashtëzakonshme, kërkojnë të jashtëzakonshme. Dhe thash që fillim parim forcë. Situatat e jashtëzakonshme. Çan, brenda kësaj studio ne mund bëjmë debat, një fjali. Brenda kësaj studio ne mund bëjmë debat sa dua. Ama ne nuk mund shkojmë siç jemi dhe të zaptojmë studion që ka sovranitetin e vet në një televizion. Po të ke fuqi e bëjmë, prapë s'm kupton. Ore, këtë po themi. Ore, Floget, nuk është se unë kam turp ta bëjmë. S'kam fuqi, është kaq e thjeshtë. Kjo që thot Marsidi është çështje e brendshme politike dhe juridike. Sakt. Kjo që thot Marsidi. Tani ka pasur se është kot me bë leksione të së drejtës këtu. Bashkimi Sovjetik nuk është futur asnjëherë te familjet e së drejtës, siç është common law dhe continental law, për një arsye kryesore. Sepse parimi I revolucionit është ajo që thoshim ne në kohën e komunizmit. Ligjet e mia nuk më ndalojnë mua të bëj atë që dua. Bravo. Tani, si puna ram fitu, pse ligjet vetë ato ndalojnë që të eci para. Edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës thonë, marrëveshje ndërkombëtare që kemi dhënë vetë në fuqi nuk ndalojnë mua të bëj atë që dua. Vlen njëti parim. Është njëti parim, jo deri në fund. Po pra se ky përdor revolucionin. Rastet janë. Nuk përdora parimin. O Marsit, tani. Ligjet që unë ratifikoj në marrëveshje. Se ka vështirë pas një fjale. Ai nuk tha revolucioni vetë. Po pra, unë më thon shembull. Lëm ta mbaroj argumentin, se nuk po kekun me byrekun. Jo, se ngatron fare. Po pra, e drejta ndërkombëtare. Ja ta mbaroj se pastaj Marku. E drejta private e brendshme e një vend janë dy gjëra të ndryshme. Tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo që po mundohemi të themi në këtë moment, mund të gjejnë sa të duash klauzola brenda së drejtës ndërkombëtare për të thënë që ky presidenti I këtij vendi është marrë me narkoterrorizëm. Presidenti I këtij vendi ka bërë këtë lloj gjëje. Sot narkoterroristi më I madh në botë është Kim Jong-uni bashkë me Vladimir Putinin. Tani, a shkon do t'i marri të dy ato t'i çojë? Jo, pra, se janë fuqi bërthamore. A do bëjmë real politik këtu apo do bëjmë moral? Dakor më e shkon herë këtë tjetrin. Tani, këtu hyhet në debat. Brenda së drejtës, juristët brenda shtëpisë Bardh do të gjejnë qindra klauzola për ta justifikuar. E tham atë, po ne nuk kemi këtë diskutim. Nuk po mundohemi të gjejmë tash justifikimin juridik më burr. Ne po themi, jemi dakord që është raport forcash. Po a hap dhe I precedent rrezikshëm, hajde diskutojmë. Mua më pëlqen shumë Thomas Messi. Teorikisht po, po praktikisht duhet të kesh byth ta bësh, pra këtë jam duke thënë. Thomas Messi. Mbyllet Sebastian. Sebi do të shesë karamelet. Jo, Sebastian, stop, po derisa do flasim prapa. Sebi merr karamelet. Sebi do të shesë karamelet për copa djathtë. Vetëm të them. Sebi është I thjeshtë dha, ai që ka mundësinë dhe forcën për të bërë atë që do. A e përligj gjithmonë vetën? Po. Ka diçka që ndalon vetëm Le monde, ce monde est injuste, thon francezët. Kjo botë është e padrejtë. Ka qenë
Kështu është dhe kështu do të jetë. Ta mbyll vetëm me një fjali. Kush ka iluzione se kjo botë është e drejtë dhe funksionon mbi të drejtën, është thjesht naiv dhe idiot i dobishëm. Jeton poezi. Duke qenë se nuk i kanë qef demokratët Amerikanë, as Mamdanin, as Bernie Sanders a këto tjerët, unë po them Thomas Messin që unë e ndjek. Po jo tani pra, zë ma thuash tani se s'kam kohë. Mund ta mbash mbrapa Thomas Messin. Të lutem, se pastaj do ja fjalën, do vazhdojmë edhe pak me këtë gjë. Po le dio, para se të ikim, do bëjmë një xhiro me qira fjala, se jemi te nafta. Mua më pëlqen edhe benzinës më shumë se e naftës, për ishte vërtetës. Jo, vërteta them. Dhe unë kam qef. E keni vënë re që edhe benzinës është ndryshe? Nuk e di nafta, ka erë? Sigurisht që ka erë. Ka erë, po benzina... Një erë të rëndë nafta. E rëndë është. Benzina është erë. A, Mark? Ti makinën tani që të pash edhe me një gjipe, ke edhe benzinë, besoj? Benzin. Normal. Nga Amerika. Nga Amerika. Motor të madh. Chevron. Sidomos kur është pa ujë. A? Sidomos kur është pa ujë. Pa ujë. Benzina. Se në Shqipëri u kanë thënë 100 €. Kujdes ku fusin zorën, ë? Oktanët. Kujdes se çek motori, thotë Marsidi. E u kanë thënë mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj se sinqerisht ja u them jeni të papërgjeshëm. Unë e di që jeni të papërgjeshëm, e di që jeni pafund, jo të gjithë. Po ka mesiush njerëz të papërgjeshëm valla që ja fusin vete sa krau. Pse mos do të shkoni fus zorrën gjithandej? Shkote SPO Ili është karburanti kampionëve. Pse? E kam me kështu të provuar shkencërisht. Po, nuk kam të ta them tani. Shko provohet dhe flasim, dakord? Me mira nga ju e kam provuar dhe më çon mesazhe, thonë çajna shpëtova makinën. Vetëm te kjo logo këtu. Se mashtrimi në Shqipëri ju e dini, është çu është i përhapur në një masë të frikshme. Ka ca pika akoma që janë profesionistë dhe njerëz tamam që bëjnë biznes tamam. SPO Il quhet The Fuel of Champions, super performance motori, merr frymë makina. Para se ikim Ledjo, ta mbarojnë qik 1 minutë koke, 60 sekonda, se pas janë mbarot Thomas Sepin, Thomas Messi, i kështë emrin? Është një kongresmen republikan. Mua më pëlqemër nga mënyra se si artikulon dhe i thot gjërat. Nuk dua t'ju marr të majt apo të djathtë apo të qetë. Është republikan. Po, çfarë thot? I thot një gjë shumë thjesht. Kjo që ke bër është me të vërtetë e rrezikshme. I thot Trumpit. Po i thot vetë Trump. Pse? Ma thuaj argumentin. Po pra, sepse krijon një precedent i cili mund të jetë i rrezikshëm. Të fuqishmit mund ta bëjnë, ne nuk po themi që s'mund ta bëjnë. Ne jemi vend i vogël, dhe vendet e vogla gjithmonë kërkojnë një gjë, rules-based order. Dakord. Këtë kërkojnë përveç Amerikës sot në botë, në këtë planet që njohim ne, Rusisë dhe Kinës, se India s'ka ardhur akoma, do vi dhe ajo po, s'ka ardhur akoma, përveç këtyre tre fuqive vëlla. Dakord? Me Amerikën të parë. Ushtarakisht po flas. Amerikën, se Rusia është gjë tjetër. Këto të dyja janë... Edhe Rusia është, se ka bombë bërthamore më bu, po duash shumë dhe Izraeli. Ka dhe Izraeli, ka dhe Turqia, tani ka dhe Kore e Veriut, kanë dhe... Po hynë gjithë në lojme. Tani flasim për... Flas për më të mëdhatë që ka dhe GDP më të madhe, nuk ka like. Amerikën, këto të dyja kanë lojen. Kështu ka qenë historikisht, këte janë duke të thënë, pra, kër republikanë, mirë bëjnë që ato Trumpit, po kur shkuan Amerikanë dhe morën këtë Noriegën, ku e morën, Panama. A nuk bëjnë një debat të përstuj televizioni atëre? Mos, precedenti rrezikshëm. Mos, precedenti rrezikshëm. Më thuaj të lutem. Cili është precedenti rrezikshëm që ka ndodhur që nga ajo kohë? Jo se nuk është, jo se nuk ekziston. Po duhet të kesh fuqi ta bësh. Normal. Kush përveç amerikanëve? Precedenti rrezikshëm del dhe i thua gjithë botës që kjo këtu është armë kimike dhe shkon pushton Irakun. Po amerikanët janë duke për vetëm. Po pra pushton Irakun ke gjithë emigrantët në Evropë sot. Edhe një herë pas po më kupton. Më the precedenti rrezikshëm mund ta bëj vetë tjerë the. Më the kështu. Ka bër, po. Kush e ka bër? Pyetje ime. Kaq e thjeshtë. Kush e ka bër deri tani? Po marrim. Ka ndryshuar konteksti, mund ta bëjnë. Ja prap. A mund ta bëjnë? Po pripa ta bëjnë. Kemi do të. Ore puna është deri në momentin Sebastian. E ka si thua, e ka përdorur, e ka ekzekutuar njëri këtë precedent rrezikshëm që kanë bërë amerikanët prej vitesh tashmë. Dhe kjo e fundit është e Venezuelës. Ma thuaj, po apo jo, ke ndonjë rast? Ku ka vajt Kina? Ka vajt Kina për shumë, ka vedot Taiwan Kina ta kapi atë Taiwanit ta heqi me që kanë mikrochipat ata? Jo, pse? Se është e rrethuar nga amerikanët. Gjithë ato zonë. Pra, do flasim tamam vëlla? Apo s'do flasim? Tjetër gjë është dëshira. Dëshira unë e kuptoj mo. Dhe ishte një botë e drejtë dhe ku të gjithë të respektonin të drejtën, vetëm dhënjve të vejlit. Utopi, po. Po kjo është utopi. Tani, për çfarë po flasim? A ndërtojmë një utopi, pra një botë që ndërojmë, apo të analizojmë botën që jemi dhe pse ndodhin gjërat? Unë jam dhe kjo e dyta. Pastaj, po dua është i bëjmë emisione më, ja bota që ndëron secili, kjo është histori tjetër. Marrim librin e Thomas. Po më thuaj të lutem, po më thej një precedent që ka ndodhur pas Noriegës në Panama
Unë të riqen, tha. Ta them unë një? Dhe çudi s'ka ndodhur, se mund të ndodhte. Ata them unë. S'ka pas fuqi ta bëjnë. Ata them unë një më. Fuqit e tjera po flas. Më fal. Amerikanët bëjnë gjithmonë. Arjan. Hashim Thaçi. Hashim Thaçi. Patjetër. Po kush e mori Hashim Thaçin? Po pra janë të njëjtët po them pra. Janë Po prandaj s'duhet ta legjimojmë po them. Janë patriotët e Markut. Janë patriotët, ja dhe prap. Çdo më thënë legjitimim, pse mos? Jo patriotët, sa atje Hashimi. Jo, patriotët e Markut po them. Bravo, Hashimin, këto që janë sot, Donald Trumpi e do jashtë, nuk e do brenda. Dhe po punojnë që dalin nga aty ku është. Se janë disa Amerika. Po se janë disa Amerika, patjetër. Po çon si ka, është pa ajo fuqi. Po prandaj le ta themi edhe që nuk është presidenti këtu. Sebastiani është duke kërkuar tani mos jeni president tjetër. Po ma gjetë Sebastian ma thuaj, kjo vlogjet nuk vlen. Nuk vlen, jo. Unë nuk thash më thoni president tjetër që bëjnë vetë amerikanët, sa i si jo president. Po themi për tjerë. President ta bëj unë vllai, marrësi për amerikanët. Prandaj është shumë praktik. E kanë bërë europianët. Ne kemi ligjin. Më dëgjoj mua se Hashim Thaçi ishte nisur për në shtëpinë e bardhë. Europianët ndikuan nga cilët amerikanë? Jo, nga demokratët do të thuash. Nuk mundet. Po jo nga ky president atë. Po jo nuk mundet, po ja pra, prandaj po të them që është prandaj po të them që është presidenti kundër Shteteve të Bashkuara. Po jo mor burr, jo. E ke parasysh atë feshtim shqiptar ku babai në një kështu mundohet të imponojë për zgjedhjen një administratori dhe i biri imponon një tjetër. Po ishte luftë si thosh brenda familjes, e thotë, ç'rëndsi ka, prapë nga njëjta familje doli. Kështu edhe puna kësaj, nuk ka rëndësi se kush e thon më. Para se ja fjalën Markut, do bëjmë një xhiro, para se ja fjalën Markut. Po. Mark do presë vetëm pak sekonda. Zbriti. Helikopter. Jo, kjo ishte zhurmë. Prandaj nuk duhet krijuar precedent. Ishte zhurmë e keqe plak. Ç'ishte ky shpërthim? Ishte shumë e keqe ky. Gjemon deti ka shi, është furtun. O plak, jo më nuk ishte, ç'e ishte kjo? Ashtu ishte. Ishte vetëtim? Vetëtim. Bubullim. Bubullim ishte, se thash vetëtim, bubullim ishte? Bubullim. Zërbe. Be nuk zë do tani se... Ledjo. Nesër ka për të qenë... Ishte të shkomi kavajës. E pra ishte bubullim? Po. Kur mendon që ne jemi sigur tu, se ne jemi një garazh shumë metra nën tokë. Po. Ne tani për erdi nuk ka helikopter që na kap. Po mos fto ata. Mos fto, mos thua hajde. Jo, unë them hajde të merrni për që... Vetëm ti e gati për të të marrë. Unë do bëj një pyetje pa. Si ka mundësi që nuk ka një parti në Shqipëri të thotë duan të bëhemi shteti i 52 i Amerikës më burr? Si kam që kanë këtë lloj? Pse kanë këtë lloj? Kush e thotë burr? Po gjithë e thotë. Jo, në mënyrë të organizuar dhe të elaboruar politikisht nuk e thot njeri. Këtu nuk e ata që i dhanë kurorën Viktor Emanuelit janë po të njëjtët që qeverisin dhe janë po të njëjtët që shkojnë kudo dhe thonë gjitha sekretet e shtetit thonë kudo. Tani unë do lexoj një tekst tani Sebastian. Po ka rrezik e di Sebastiani këtë. Më duket se e dini ju. Po unë po lexoj një për publikun, se më duket se e çova se sëria dot. Edhe pastaj do të them se kush e thot. Ose se them dhe fare. Jo sa bukur e thot më tani për të Maduros. Dhe pastaj do ikim në reklama. Kapja e Maduros shërben si një kujtesë për 3 të vërteta. 3. Forca nuk është larguar kur nga geopolitika. Ata që janë naiv mund t'i lënë më një anë arushët e tyre prej pelushi. Është i huaj ky që e thotë, Pra kjo ishte e vërtet e parë. E dyta, është e kot të hidhesh lart e poshtë si një dhi që bërtet sovranitet. Detyra e një burr i shteti është ta bëj vendin e tij mjaftueshëm të fortë për të shmangur sulmin. Dhe e treta, e vërteta e tretë, luftrat kundër imigracionit dhe drogës janë luftra që zhvillohen kundër nesh pa na paralajmëruar, pa bërë as deklaratë ata që na i bëjnë këtë luftë. Vetëm pse ne refuzojmë luftën nuk do të thotë se të tjerët nuk do ta zhvillojnë atë kundër nesh. Të vinë ato Ledjo. Fyta. Të vinë ato. Jo Ledjo, mos vinë ato. I bëjmë xhiron Dorelan, i pa palë. Dorelani zënë zotrin na njofton. Kemi lajme nga Dorelani. Se do thoni ju? Sepse janë lajme për muajin janar. Ç'është Dorelani? Një super brand italian i niveleve të larta, zonja zotrin, po shumë të larta. Ta gjej këtu sepse e kam që mos harroj se është një element i ri kësaj radhe për janarin. Shikështo Dorelani, kësaj radhe deri në fund të janarit, më duket, prit, marka italiane ofertat i fillojnë në janar, jo në dhjetor, po. Normalisht në Shqipëri fillojnë në dhjetor ofertat, ndërsa marka italiane fillojnë në janar. E quajnë Tali di prezzo. 50% të Dorelan. Tagli,
ece me në versi përkthehet Tagli, Tagli di Prezzo. Marsit, Tagli di Prezzo, Tagli shkruhet. Ulje çmime. Që është ulje çmime. Tagli di Prezzo. Tagli është mos është këputje prerje? Është prerje. Taljare. Taljare. Si, taljare. Po, bravo, po. Deri në datën 1 shkurt, po fiksi, u thash është për janarin. Deri në datën 1 shkurt, Tagli di Prezzo 50% e Dorelani, zonja Zotrin. Prezantohet dhe koleksioni i ri i dyshekëve dhe ato me Tagli di Prezzo 50%. Dyshekët dhe kravajet italiane të Dorelan janë perfekcion në çdo detaj, dyshek specifik për sportistët, për dhimbje mesi, qafe, kurizi, kur fle në krahun e kurizit dhe mbi të gjitha rehat dhe të shijon gjumi, prandaj duhet ndryshosh urgjent dyshekun nëse ke dhimbje trupi, se nga ajo e ke. Shko urgjent te Dorelani. Shumë njerëz në vlefsojnë gjumit miq. Ma heqin trurin, sidomos ata që thonë që dyshekët janë njësoj. Ja sa budallënj të tjerë. Ja i budallik tjetër kur thonë, ama se të gjithë dyshekët njësoj janë. Jo, nuk janë njësoj. Si nata me ditën. Shko provohet. Dorelani jo vetëm që bën 50% ulje Tagli di Prezzo, por nëse nuk pëlqen produkti brenda 30 ditëve të kthejnë dhe pagesën, e pa parë pa dëgjuar. E gjeni ose te tegut e -1, ose rrugën e Kavajës përballë Deliorgjit, ose te qendra tregtare Prestishon në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 12. Dorelan dormire bene, vivere meglio, pra të flësh mirë, të jetosh më mirë, pa parë. Rikthehemi pas pak me Mark Crawford, biznesmen i njohur amerikan që jeton në Shqipëri prej vitesh tashmë, ish shefi i dhomës tregtisë amerikane, me Sebastian Zonjon, mikun e vjetër të këtij emisioni, që ju mund ta gjeni pothuajse çdo ditë në MCN TV, dhe Flogert Muçën, pjesë e emisionit gjithashtu, Lexo.al, ekspert komunikimi dhe me Marsit Gupin, që na mëson filozofia. Të vinë ato Levjo.
Mark Crawford, tani është momenti i reagimit tënd. Pasi dëgjove kolegët në studio. Besoj Rubio ka qenë shumë qartë. Ai edhe presidenti Trump ka thënë që është America first. Domethënë kemi shumë ligjin ndërkombëtar, ligjin e Venezuelës, ligjin amerikan, por në fundit është ligji amerikan, është një hetim nga gjykata që ishte para 5 vjet, ishte një hetim që ishte pranuar nga demokratët edhe republikanët. Kështu që nëse nuk ka një përputhje edhe dikush nga BE ose OKB ose dikush tjetër nuk është dakord e BE-s. Ne nuk liderëve të BE-s si kanë reaguar për këtë. Ne do bëjmë ata që mendojmë ne sipas ligji amerikan. Në fundit ai është hetuar Ledio, ndroje amerikanët. Ndroje pak fapurën, Ledio. Kalojmë te fabula tjetër e Venezuelës. Sipas gjykatës kanë thënë që ky personi është duke tentuar të vrasë amerikanët. Kështu që ne e dimë që mbi 100.000 vetë vdesin për vit. Çdo vit vdesin 100.000 vet nga fantanili dhe nga drogët, edhe pjesërisht është diçka që lidhet me Venezuela, që sa jetë janë të rëndësishëm derisa të bëjmë veprim. E dim që edhe Biden ishte dakord që ishte hetuar, e dim që edhe republikanët ishin dakord. Qa do presim derisa të marrim aksion. Kështu që imagjino nëse një nga fëqijtë të Shqipërisë ishte duke tentuar për të vrarë shqiptarët me drogët, me qëllim, edhe Shqipëria kishte mundësi për të shkuar të marrë, të kap 1-2 personet, jo të habi luftë, por vetëm të kap ata 2 njerëz që janë hetuar, sipas gjykatës. Edhe nëse Shqipëria kishte mundësi për të bërë këtë, për të mbrojtur shqiptarët, do bëje, apo jo? Do bëje, thua. Kështu që amerikanët ne kemi mundësi për të bërë, edhe kemi bërë. Keni fuqi, jo keni mundësi. S'keni vetëm mundësi. Kemi mundësi edhe kemi zbatuar këta, edhe Biden kishte mundësi, por ai s'ka bërë. Kështu që ai ishte dakord me hetimin, ishte dakord me gjykatën, ishte dakord me shpërblimin. Se Bideni, domethënë Obama, sepse pas Biden ishte Obama tani. Të gjithë e dinë këtë gjë. Mandati i dytë i Bidenit ishte i Obamas. Nuk e di, ata... Apo i pari, jo më i pari, i pari. Nuk e di nëse ata ishin duke pritur për Maduro të hiqet dorën, sepse Rubio ka përqendrimin që Maduro e ka kap zgjedhjen, ka vjedh. Domethënë nuk është presidenti. Dhe asa europianët si kanë njohur. Nuk ka legitimitet, po. Kështu që këto është pikpamjen e Amerikës, që ai nuk ka legitimitet, është hetuar, është rrezik, bashkëpunuar me ata që janë rrezik të amerikanët. Kështu që ne duhet të marrim aksion, sepse kemi jetë amerikanët që janë në pyetje. Si e sheh për shembull Mark që OSBE-ja thotë që në Shqipëri zgjedhjet mund të jenë problematike. Në Serbi shteti është i kapur, Vučići është i lidhur me gjitha bandat terroriste, ka kryer akte terroriste. Tani mendon se do bëjë ndonjë aktivitet SBA-ja ndaj Vučićit dhe Ramës? Ka hetim për ndonjë politikan këtu? Që është hetuar? Ka shpërblim? Charles McGonigal, për shembull. Është rasti? Ai ka bërë shkelje, është hetuar, është në burg. Po pra, po rasti për shembull njohja me Ramën, aferat e spionazhit, të shkruaj spionit të Pakistanit ishte hetuar. Nëse Ramsi 4 do ha një ditë nga ndonjë dosje e rëndë. Është vetëm dosja me Gonigal. Atje ku s'ka SPAK, shkon DEA dhe forcat speciale. Për shembull. Po pra, atje ku nuk ka SPAK, pra në Venezuelë... Vështirë nuk ka nevojë se ata janë të SPAK-u. Këtu ka SPAK, në Venezuelë s'ka SPAK. Po bashkë janë me SPAK-u. SPAK-u BK-ja bashkë janë me vijajnë me këto. Nuk më kuptove. Në Venezuelë... Ta pyesim. Aty ku s'ka shkon ata. Nuk ka zgjatim, thotë Fergie. Do e gjykojnë në New York, apo mendon se do thonë, dëgjoj, ju keni SPAK-un dhe BK-n dhe... Besoj që ligjërisht mund të bëhet edhe në vendin edhe në Amerikë, nëse bën shkelje në Amerikë që bën dëm në Amerikë. Është korruptuar një agent i FBI-s dhe është korruptuar dhe dyshimet përmendet 13 herë kryeministri. Unë besoj që ka edhe disa shkelje që ai ka bërë që nuk është hetuar akoma. Unë besoj që ai mund të jetë në burg, të më thënë, mund të jetë në burg për shumë kohë, edhe këtu edhe atje. Kush? McGonigal, po them. Se mund të jetë dhe këtu? Unë besoj që ai ka shkuar dhe ka bërë korrupsion me lekët që kishte, edhe disa nga shkeljet që ka bërë ai, them unë, ose kam dëgjuar që ka ndodhur këtu. Kështu që nuk është vetëm ata shkelje që ai është në burg, ai është në burg për një postpostimin e formularin. Marka, do doje ti që Amerika të ishte një polic i botës, për shembull? Jo. Ky bën gabim, e marrim arrestojmë, ai bën gabim. Unë nuk dua për Amerikën të jetë polic i botës, sepse nuk jemi polic, nuk është rol që ne kemi zbatuar me sukses. Ne kemi fuqi për të bërë këta, por nuk është diçka që ne kemi bërë me sukses. Domethënë, mund të shkojmë, mund të luftojmë, mund të fitojmë luftën, por prap nuk është... Mark, ti je shtetat... Nuk jemi polici i botës i mirë, nuk kemi këta rol. Unë besoj që normalisht
personi duhet të vetë mbroj veten edhe familje edhe pastaj lagjen edhe pastaj qytetin, nuk ka sens për dikush nga anti të botës të vijë si policie këtu as vendet e tjera. Por nëse dikush këtu bën dëm me qëllim edhe është dhe që prek national security. Po pra, po pse edhe bashkëpunon me Iran edhe me Hezbollah edhe me gjithë armiq që donin të bënin dëm në Amerikë, edhe është kundër politikës, edhe është kundër politikës të sigurimit, edhe ka shkele edhe ekonomike që është diçka veç. Kështu që gjithë përbashkët duke tentuar të bëjnë një deal me të, kemi ishte ofruar. Atëherë në atë moment thua ti amerikanët ndyrin. Ata kanë ofruar një deal, ai mund të kishte ikur. Në Turqi. Në Turqi, sipas lajmet publik. Kështu që i ofruan Maduro, se thanë shko te Erdogani, nuk donte. Fakti që Serbia ka marrëdhënie kaq të ngushta me Kinën, që ti e di. Fakti që ka marrëdhënie kaq të ngushta me Rusin, merr sisteme armatimi prej andej, është bazë për ndikimin rus dhe kinez në rajon. Mund ta shpërndajë edhe më gjerë. Mendon se do vi një ditë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do i thonë tani boll, nuk mund të shkojë shumë kjo lloj gjëje. Si është? Ati e një Serbin, domethënë nuk është se një. Po, e njeh, edhe ata zbatojnë, domethënë mentalitetin e Tito, se luajnë edhe me ne edhe me ata. Kështu që këto është diçka që kanë bërë përpara. Por unë besoj që në zonën e NATO-s, në zonën e Evropë, ne kemi mënyrë tjetër për të vepruar. S'ka nevojë të futet ushtria, se e kanë. Sa bukur është kjo. Brenda NATO-s s'ka nevojë, ne kemi ushtrinë. Po çfarë do të shojmë ushtrinë këtu? Shumë demokratë për shembull thonë që po bëhemi bullistët e botës. We are going from being cop to being a bully. E beson këtë lloj shumë demokratë amerikanë. E thoshte Bernie Sanders, disa nga këta janë Thomas Messi, e thonë Thomas Messi është republikan. Thomas Messi është republikan, e njoh ata, më pëlqen ata. Është interesant. Po, unë besoj që këta ishin një operacion policore, nuk jemi në luftë me Venezuela, kështu që nuk kishte nevojë për As Putini nuk është në luftë me Ukrainën. Operacione special ka. Operacion special është dhe ai. Nga pikpamjen tonë, ai është në luftë me ata. Po pra, dhe nga pikpamja ti. Po ne shkuam edhe morëm vetëm një person edhe ikëm. Pra, e vërtetë është sipas pikpamjes, nuk ka i të vërtetë. Shikoj. Dakor, në momentin që ti ja prit. Nuk është që se mbarove mund të ndurinë kolegët e tjerë. Pyetje për naftën. 2 pyetje për naftën, blidhin e 1. Please. Ja punojnë gjë, po vajti ora. Në qoftë se SBA 50% të rezervave të naftës në botë bashkë me Venezuelën. Kanë Aramcon, që është Arabian American në Saudi, që është prodhuesi kryesor i naftës në botë. Çfarë ndodh me Rusinë dhe me Iranin, që janë dy prodhuesit që e mbajnë të gjitha ekonominë vetëm prej eksportit të naftës. Pra SBA nesër me anë të Alaskës, Kanadas, aleatëve dhe me anë të Venezuelës kanë gjysmën e naftës në botë. Pra është fuqia më e madhe energjetike e botës sa i përket naftës. Ishte interesant, ishte bërë një intervistë në Venezuela, edhe thonë që keni shqetësim për amerikanët që mund të vinë vetëm për naftë. A i tha, po pse mendoni që kanë ardhur rusët edhe kinezët për ushqimin tonë, ata kanë ardhur për naftë, kështu që ne jemi në mes të të gjithë për të njëjtën gjë. Ose mund të bashkëpunojmë me amerikanët që mund të investojnë edhe ne duhet të kujtojmë që 8 milion nga Venezuela janë duke kanë ikur nga regjimin e Maduros. Nuk është që gjithë ishin kënaqur atje që ishin i jep dot fund luftës Amerika midis Rusisë dhe Ukrainës duke i thënë unë e ul çmimin e naftës në $30 për fuqi, po ndaj unë besoj që takon edhe luftën me Rusinë, sepse ne e dim që Evropa ka thënë që Amerikë duhet të jep më shumë ndihmë te Ukraina. Kurse njëkohësisht ata po blenë naft edhe gaz nga Rusia. Kështu që Rusia merr më shumë nga Evropa se ne japim Ukrainë. Kështu që nëse ne presim aliatët të Rusisë, edhe kemi bërë shtrëngim në Serbi me naftët të tyre. Tani janë duke shit naftët sipas seksionit të amerikanëve. Nëse bëjmë shtrëngim të aliatët në Amerikë, Venezuela, do ketë efekt edhe në luftën e Ukrainës, edhe besoj që do ketë efekt pozitiv për pikpamjen evropiane. Në qoftë se... Me që jemi këtu, do shkosh një grafik? Ledio, plasë që i grafikën për të treguar se si u rritë sot me 70% bursa në Venezuelë, në Caracas, kryeqytetin e Venezuelës. Bursa e naftës ishte, apo jo? Jo? A, ishte bursa në përgjithësi? Bursa në përgjithësi. Shikoni të grafik, Marko mund të na i komentojnë, që se mundesh, Mark. Ato djathas atje nuk janë dollar, janë pikë.
Është interesant se bursët janë të rëndësishëm në shumicën e botës, sepse është një zgjedhje që ndodh për ditë, për moment. Nëse njerëz kanë besim, do investojmë, do i ketë një rritje. Nëse kanë shqetësim ose frikë, do ikin edhe do ketë një rënje. Kjo tregu si çfarë është? Sa do thotë që shumica nga investitorët janë pro situatën që po ndodh, kanë besim ose kanë shpresë që do përmirësohet situatën. Sepse janë duke investuar para. Kjo është kur e shef një investitor. Kur e shet dikush, domethënë duhet kuptojmë që në tregjet e kapitaleve, një investitor, njeriu më i mirë në botë është Donald Trumpi se ka volatilitet në bursë. Në momentin që ka volatilitet në bursë, pra ka ulje dhe ngritje, investitorët kanë vetëm një shprehje: the bigger the crisis, the more I profit. Sa më e madhe kriza, aq më shumë unë përfitoj. Këto janë investitorët. Ama qytetarët duan stabilitet, nuk është se qytetarët duan volatilitet burse. Po këtu janë dhe qytetarët e kjo bursa, nuk janë vetëm investitorët. Po pra, ka dy mënyrat ndryshme për ta parë. Mirë, dakor. Pra, kur ne shohim pandemin, për dikë është bekim dhe thot, tani unë mund të blej shumë lirë dhe nesër. Po pra, po këtë bursën që kështu e komenton që kjo është vetëm së thuar sjellja e biznesit. Nuk e komentojmë dot një bursë brenda një dite. Për shembull, ajo që ne shohim është amerikanët mund ndihmojnë në ngritjen e një fondi sovran të naftës në Venezuelë siç e ka Norvegji, që do të ishte gjë shumë e mirë. Do të shohim në qoftë se do të përkushtohen për demokracinë apo për stabilitetin. Në qoftë se përkushtohen shumë për stabilitetin, do të thotë që demokracia do kalojë në fazë të dytë, sepse deri më tani shohim që është Delcy Rodriguez ajo që është presidente e de facto e Venezuelës. Presidenti apo? Jo Maria Machado që fitoi Nobel. Nuk e donte Trumpi atë. Po pra. S'kemi marrëdhënie me to. Po pra, po çështja është demokracia ishte deri do ta ndaj Nobelin me Trumpin. Po pra, po mirë. Juan Guaido që e mbështetën gjatë administratës parë Trump, po ta shohim me kujdes, nuk u mbështet në administratën e dytë Trump. Kështu që ato grafik të atill duhen parë në avans, pra duhet shohim sot për sot, shembulli i suksesit se si amerikanët bëjnë atë që quhet shtet ndërtim është Kosova. Dështuan në Irak lindi ISIS-i, në Irak u dështuan në Siri. Dështuan, pas shumë viteve që fituan, në kujdes. Po pra, po. Se ky dështimi është fjalë goje. Dështimi është në fund, pas sa vitesh. Dështuam si polic, fituam si investitor. Fitoj si ushtri. Si ekonomi. Por, si një shtet që solli në jetë, një shtet tjetër, që ne këtë i dim për jetë për nder, është Kosova. Kosova sot funksionon, është demokracia më funksionale në Balkan. Dhe kjo është e vërtet, po, patjetër. Dhe kjo është krenaria e mendimit tim e amerikanëve në epokën unilaterale, kur i vendosin të gjitha gjërat. Ka një aty, dhe është problem dhe vrata. Jo, ishte i pari që uroi Trumpin pas Maduros, ë? I pari në botë. Ata që kanë frikë urojnë të parë. O, po pse si nuk e bëri, do thashë. Lisa Spiropali ka frikë që urojnë. Dhe dyta duhet parë kjo. Pse jo? Çfarë ndodh mbas 6 muajsh me Venezuelën? Nëse Venezuela fillon dhe ruan stabilitetin e saj, ndërton një fond sovran për naftë, fillojnë dhe shpërndahen të ardhurat, do të shkojmë te kjo. Më mirë me amerikanët për shfrytzuar resurset apo me Kinën për shfrytzuar resurset? Apo me Rusën. Kjo është. Tani Stef, faleminderit. Kështu e kuptoj. Jo, është i qartë mesazhi jot. Flok dhe pastaj marrësit për ta mbyllur. Jo, domethënë. Ke pyetje për Markur, se më duket se kishe një pyetje. E kam si polemik mund të jetë dhe pyetje. Pra, ne jemi mësuar ose në libra edhe në moralin publik, Amerika shpërndan demokracinë. Dhe demokracia shpërndahet jo nëpërmjet vullnetit një personi, por nëpërmjet institucioneve. Dhe ajo që na tregohet nëpër libra, duhet t'ia themi të paktën fëmijëve që na shohin, që është i gënjeshtër. Është i gënjeshtër. Nuk bëhet fjalë për demokraci, bëhet fjalë vetëm për ekonomi, dhe bëhet fjalë vetëm për raport forcash, që ai që ka forcën ta shtyp kokën dhe nuk pyet fare nëse ty të voton populli, të do populli, vret, pret, sepse në një moment ti mund vrasësh 60.000 fëmijë edhe ti jesh aleat dhe ti rregullosh karrigën presidentit, kryeministrit të Izraelit, dhe në një moment mund mos bësh asnjëra nga këto dhe mund të kapësh si lepur për veshësh dhe mund të çosh New York. Tani ti lëm prallat me moral demokratik atëherë, themi që është raport. Ka bërë njëri për moral tu, as Marku as unë as. Jo, po flas për moralistët. Tani në për libra, kush çfarë tha ky, çfarë tha Sebi? Sebi nuk e tha nga vetja, se nuk e beson, por e tha si koncept që do shpërndaj demokraci, do çojmë demokraci, pra a është për këtë? Jo. E lama debat, bijem dakord gjithë me ato. Atëherë polemika ime kjo ishte. Drejt, edhe kemi parë edhe në Egjipt kur Mubarak ishte hequr nga Obama, edhe fituan vëllezërit muslimane, edhe Obama tha që këta
është demokraci që nuk na duhet, kështu që ai kishte mbushtetur rënien e ata. Kështu që është demokraci, por brenda kontekstin e sigurimit. Po pra. Çanim. Prandaj pra. Ka një linjë që vjen që nga Machiavelli dhe Hobbesi, e cila quhet realizëm politik. Shtetet udhëhiqen nga interesi dhe jo nga morali. Unë mendoj dhe kjo e shtron të gjithë pasaj. Na është bërë shumë moral më burr. Të mos mashtrojmë kalamajt për temu. Amerikanëve është. Është drejta ime që... Jo, është faj elitave politike të caktuara në Shqipëri. Që lëpijen. Jo vetëm mjaq, po që i mashtrojnë popullin e tyre, duke ushitur këtë gjë. Amerikanët s'kan dalë ndonjëherë. Edhe Amerikanët vinë këtu në parlamentet tona, mbajnë fjalime dhe thonë që ne këtu investojmë për demokraci. Në përgjithësi kjo gjuhë përdoret në përgjithësi nga demokratët, nga të majtët. Këtu do ta bëjmë dallimin. Në përgjithësi këtë nuk e dëgjon shumë të republikanët. Ndonjëherë mund të thotë në i llaf. Tani vindajmë këto gjëra, pra ku cili se ka një ndryshim. Zakonisht vetëm majtistët në Amerikë e përdorin këtë gjë, e luajnë këtë gjë, dhe e din pa e besuar dhe vetë. Bushi i dytë. Në Amerika vetë nuk është demokraci, është një demokratik republik. E bukur pra e bukur. Është republik. Po e saktë. Është një miks. Po Bushi i biri. Kushtetuese është pra. Republik kushtetuese. Po Bushi... Kështu që Senati ka 2 senator për çdo shtet. Pavarësisht nëse është populli i madh apo populli i vjetër. Këtë nuk është demokraci. Këtë është pjesë e Republikës. Kemi edhe shtëpinë e përfaqësuesit që takon popullsia. Brenda shteti është normalisht një demokraci, por zgjedhja e presidentit nuk është demokraci, është përmes elektoratet. Elektorëve të mëdhenj. Që ne kemi një miks, edhe kur e kuptoj që të huajt kur dëgjojnë Amerikanët për demokraci, kuptojnë për një demokraci puro. Por ne vetë nuk kemi këta, kështu që nuk presim nga ju. Nuk e propagandoni të gjë, po jo. Nuk e propagandoni vetë të gjë. Janë më shumë europianët, të majtistët gjithandej që e propagandoni. Edhe Bushi e ka përdorur. Bushi i vogël. Po në Irak. Po pra. Po çani europianët Bushi i vogël e përdorte këtë. E kanë Bashkimi Evropian e ka këtë paradoks në mbajtjen e qendrimit, sepse ndjekin edhe një linjë të realizmit politik në kuptimin e mungesës legitimitetit për shkak të interesave të caktuara, po mbajnë edhe linjën e vlerave kantiane të ligjit ndërkombëtar të zgjidhjeve paqësorë dhe shkojnë tek ideja që po Maduro s'ka legitimitet, po pastaj nuk shprehin çështën, a janë pro kësaj apo janë kundër kësaj ndryrje. Këtu kemi një paradoks. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Dhe kaq e thjeshtë është. Evropa është i vetmi kontinent që bashkëbisedon për midis 27 shteteve për të zgjidhur një hall përbashkët. Po? Po. Në shkuptim hall përbashkët. Bashkëbisedon. Për një si do e ndajmë buxhetin e bujqësisë. Të vetmi gjë që Europa ka bërë në këto sa vite ka që shkriuar. Bashkimi Evropian që më 56, 53, 54. E vetëm gjë që ka funksionuar, dhe këtë se them unë, e them kësaj që merrem me këto çështjet europiane, është vetëm rasti i Covidit. Në asnjë vend tjetër nuk e marr vesh për asgjë. Vetëm rasti i Covidit e quajnë sukses. Si ka mundësi që funksionon? Si ka mundësi që funksionon një gjë? Si ka mundësi? Për të mbyllur ekonomia, për të mbyllur ekonominë. U morën vesh për të lënë njerëz në shtëpi brenda. Më kupton, për të mbyllur ekonominë, pra në familje u morën vesh për të humbur, jo për të fituar. Është një tmerr kur e mendon. Edhe për këtë u morën vesh amerikanët. Edhe nuk e di këtu. Ky është një lloj. Trumpi ishte kundër karantinës. Vaksinat ndaj i morën. Po ai Trumpi ka qenë kundër karantinës, ka qenë Fauci komandonte planetin. Atë që është. Sebastian, të lutem. Shumë e thjeshtë që të flasim pas dhe të bëjmë llogarira për këtë lloj gjëje. Ore Franca kur dikur se tani po i bien pendët me kohë. Se mos me këtë Macronin po ikën për lesh kumbullash. Kur shkonte me helikopter dhe me aviona vlla dhe futej, më flasë kohën e kolonive, tani vonë vlla në Afrikë, që i hidhte bënte grusht e shteti e kështu. Ke dëgjuar ndonjëherë ti ku diun të ka bërë përshtypje kjo gjë? Me çfarë drejtë e bënte? E disa grusht e shteti janë bërë në disa vende të Afrikës vetëm nga francezët. Madje që kanë madje disa për këtyre vendeve kanë edhe kartmonetën e tyre. Kjo s'do të thotë që ne do t'i themi aferim kur bën grusht. Edhe një herë, po aferim nuk i themi ne mo askujt. Po ta kanë bllafin që. Po zezët bardhës bardhë do i themi kur është? Zezët bardhës bardhë do i themi ka drejt marrësit jo. Po ky si thot, as zezës bardhës bardhë as kuqja. I tha. Si tha? Po i thot nuk e dëgjon më duket. Duket se jo është daltonik. Mund të shohë bardhë zi. Po që nuk është nga ngjyrat, po. Meshku i përgjithësi nuk e ka probleme me ngjyrat. Po ky s'po i thot asnjërs. Nëse megjithatë sipas teje kush e ka radhën tani se këtu mbaroj fabula. E ka radhën thuaje Marku tha Kuba më shumë. Kush e ka radhën? Po ti bugjit pyetjes, ë? Kuba është pasojë. Kuba është përmendur nga është pasojë. Ajo që ne shohim aktualisht kemi një takim të nivelit të lartë
midis presidentit Amerikan Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu, kryeministrit izraelit. Shohim protesta në Iran, dy përgjigje shumë të forta që ka folur, që ka thënë edhe kryeministri Netanyahu që unë jam aty me qytetarët e Iranit, dhe shohim edhe president Donald Trump që thotë që tha po i vrat do ndërhyjmë neve, po vrat njerëzit në rrugë. Ajo që do të themi është Irani ka radhën. Kjo është ai superman. Irani ka radhën? Fundoj si logjik. Po se s'kemi kohë se tani ti. Unë të thash, lutem më thuaj me një fjalë se u bë debati, tani po do të vazhdojmë pa fund. Shohim Do të bëjmë gjithë monolog. Po pra. Po pse mund ta ketë radhën? Sepse me veprimin që bën SBA-t, tashmë asnjë prej fuqive që janë jo miqësore, nuk po them marr miqësore, jo miqësore, tashmë din vetëm një gjë, për të mbrojtur të duhet vetëm bomba atomike. Dhe vendet do të shkojnë drejt bombës atomike. E kuptova, elaborimin e kuptova. Pra ky është përgjigjja është Irani thua ti. Ka shumë mundësi që të shkohet. Jo Kuba. Kuba do të bjeri per se. Sepse mirë të naftën këtej dhe këta e mbani me naftë. E kuptova. Flogert. Kolumbia. Jo Sebastian i gjatë. Ti thua Kolumbia. Kolumbia. Pse është përmendë Kolumbia? Ka përmendur Trumpi. E ka përmendur Trumpi. Po edhe Meksiko, edhe i kanë nxjerrë sërish edhe videon me kemi edhe sinkron Kolumbinë. Do të thotë që të bëjnë një deal, i kanë nxjerrë sërish edhe foton me dashnorën atij kolumbianit. Kujt? Atij presidentit. I kanë nxjerrë foton me dashurën? Po, që e kanë rinxjerrë tani pas deklaratës Trumpit që dhe ai e ka radhën, e më thash. Dhe në vazhdën e spektaklit që po bën Donald Trump, sigurisht që spektakli që anti po ai po mbaron punë valla. Do jetë ky. Ç'pun po mbaron? Spektakli është i bukur në Shtyptan. Ç'pun po mbaron? Spektakli me çani Volli, Venezuela doli gjithë ditën Maduro dhe tha për politikë brendshme do të na marrin naftën. Ky një herë tha ja mori dhe tezën që rrinte Venezuela, se deri dje teza që thoshin amerikanë ishte narkoterrorizëm. Pastaj ky tha do ta bëjmë për naftën. Dhe ja mori dhe tezën, pra ja vodhi, dhe atë ja vodhi. Po, tha dhe për naftën do e bëjmë. Po, i tha Marko, më janë tre elemente, janë tre të vërteta. Po, pra, po ja vjedh nga goja, po shumë mirë bënë. Ja vjedh të gjitha. Pra, është super spektakël. U martin grabit qarë, më. Nuk të pun kanë për gjithë jetën, më që u kanë spektakël, më shumë. I qoj Cian nuk funksionoj. I qoj Sorosin nuk funksionoj. E mos funksionoj Cia tani, se pa Cian s'do bëj kjo operacion, avash. Ja qoj në fillim. Ai ja dëboj se kishte kinezët dhe rusët. I qoj Sorosin nuk funksionoj. Ashtë të bëndë e Trumpi shkret, pa do me thënë, ej... Pastaj i qoj ushtri. I tha, i keton Turqi, i keton e grua në Turqi, falën. I dha disa mundësi, pra. Ky nuk donte. I thështë dhe frika cak, edhe tallej. Ma të tha, mi imiton dhe në mënyrë që më kur disa mundësi kanë dhënë edhe i burri tjetër që nuk iku dhe vazhdon dhe ju qëndron përballë. Po është debat tjetër ai. Kush është ky? E njohim mirë gjithne. Kush është ky? E kemi këtu mes nesh. Në Shqipëri? Po pa tjetër. Që në 2016 kemi dikë që i ka thënë Amerika dil në pension, nuk i ka është përballë. Edhe i pushtuar dora, po pa tjetër. Me më të akord të shofim dhe për Saliun. Po që po të shofim, ja po e shef, e njohin tani. Ore, s'ka ndodhur më dha, nuk ka ndodhur. Do i bëjnë asgjë dot. Pra Berisha s'ka asë. Sa burra, po pa tjetër. Se ti bëjnë më dha, që pun ka natë ti bëjnë tu? Ka naftu? Ka që naftu, vla? Ka naftu, thonë. Qa ka naftu? Iraku. Ka sete partijet... Ka naftu, morti, o Mark, më falë kërëtëma. Ka naftu Shqipëria, më ka mërë në Shqipëriak, sa duash, që ke vështirë mund. Ty do një ramë si për nësa kohë është asheli, i ku tha, sepse nuk gjeti gjë, më da, kishë shpresë madhe, po zjetë edhe ishin gjetë, por nuk ishin zhvilluar. Infrastruktur. Nuk ishin zhvilluar. Da me thënë, është atje. Po sa rezerva nafte ka këtu morti? Nuk e di sa kanë, por kanë vendosur që për çmimin që është tani, domethënë për arsye ekonomike ose për arsye politike, për arsye të tjera të brendshme nuk kanë vazhduar, por naftë është. Ka naftë? Ka naftë, por nuk besoj që kanë ndonjë rrezik për problem. Nuk do vinë si... Ja, vetë Amerikës... Aliatët NATO-s. Tani e kanë, kush e ka tani? Bankersi kujt është? Ka qenë kinezë në duket. Vazhdon t'jeti kinez. Tani dhe kjo punë, tani kinezë tu me këto, Mark, si e lejon këta? Apo? Ka dhe kinezë amerikanë. Kemi bashkëpunuar me qeverin tatë dhe qeverin tatë ka vendosë për ta. Me qeverin? Me qeverin Shqipëri. Tuaj? Pa, tuaj. Sa bukur flet Marku Shqip është perlë. Marsit për ta mbyllur. Për ta përfunduar çanu mendoj që Je për ta mbyllur kush e ka radhën se radhën e Irani i tha. Irani jam edhe unë dakord. Kuba thotë Marku, Irani i thotë, më fal. Sebi, Flogerti tha, radhën e ka Kolumbia, dhe sa ti thua radhën e ka? Irani. Kush? Irani. Irani. Jam edhe unë dakord. Ah, dakord. Radhën e ka Irani. Por çdo më thënë radhën e Iranit, se në Iran nuk mund të bëjë një operacion, nuk mund të shkojnë ta marrin ato, si e ka ai? Si e ka ai? Ayatollah Khamenei. Ayatollah, nuk mund të shkojnë ta marrin siç morën këta, çik vështira. Po ikën vetë ai, do shkojnë në Moskë. Do ikë vetë po ti? Ikën në Moskë. Dakord.
Shohim se çfarë skenari do. Unë nuk e di çfarë skenari do përdoret, mund të përdoret dhe skenari ekzekutiv. Deri tani po shohim që edhe pa offside njerëzit po ngrihen atje. Pra offside u mbyll, po njerëzit po ngrihen. Dhe madje pas ka një offside tjetër. Në njoftimin që dhe në lajmërimin që prej Trumpit doli me flamurin iranian të para shumë kohë dhe kujtoi reminiscencën. Pra kohë si ka qenë Irani përpara Kermit Roosevelt me $2 milion zoi Mossadekun. Prandaj e thash dhe pak më herët. Në fillim vjen Soros, i cili sjell demokracinë. Çfarë sjell? Demokracinë. Seriozisht e ke? Po pra, mos e burr. Po pra, po llojet të fjalë më burr. Okej, llojet të ndryshme të Sorosit sjellin demokracinë. Pastaj bashkë me Sorosin vjen CIA, e cila e rregullon demokracinë, e kolaudon. Me qëra fjala, e vore re që 2013 që kur erdhi miku i Sorosit pushtet që është akoma zoti Rama. Po e gjithi shoqërinë civile të lëvizte këto vë? Në vërtetë. Si është duke gjitha, ku ishte demokracia? Po ke tikun ti shoqërinë civile demokracia. Për atë erdhi. Ai ke tikun në shesh. Për atë erdhi. Ha, që të? Për atë erdhi. Seri për demokraci pra. Po pra, për seri për të vënë njerëz vetë pushtet? Demokraci. Që të Po pra. Kjo. Dhe e solli. Dhe Sorosi nuk është entitet vetëm, valla, është departamenti i shtetit, ç'të më thon? Zgjatim. Dhe prandaj po them pra. Atëherë mos flisim për demokraci, të lutem se kjo mua ma ul komplet atë dëshirën për emision valla. Vjen në rajone të ndryshme ka nga një Soros të ndryshëm. Te ne ka emrin Soros, jemi Evropa lindore. E kishte. E kishte Soros. E ka akoma se kryeministin ai e ka. Por infrastruktura besoj se ajo përdoret. Po se ja more tani më fal. Pastaj vjen e kolaudon demokracinë, e kolaudon CIA. Kur nuk e kolaudon do të CIA pastaj, vjen ushtria dhe vjen në këtë lloj rasti. Po nuk bërë në Europë pra. Ne dim një gjë. Marku, Marku, për mendimin tim e di më mirë se të gjithë në bashkë. Gjëja më e rëndësishme është që ka çdo perandori, çdo hegemon, çdo shteti fuqishëm në marrëdhënie me aleatët e tjerë, është dhoma e tregtisë që ju keni drejtuar. Në qoftë se dhoma e tregtisë çon raporte dhe thotë që ky shteti nuk bashkëpunon me ne, ky shteti nuk i jap dyert për investitorët amerikanë, ky shteti është i keq me ne, ky shteti është shumë problematik me ne. Dhe ka janë 4 vjet që dhoma amerikane e tregtisë në Shqipëri thotë vetëm këto gjëra. Shteti shqiptar thotë i lidhur me drogën. Shteti shqiptar thotë i kapur. Vazhdon akoma dhe thotë. Raporti i fundit i dhomës amerikane e tregtisë. Amnistia fiskale është e keqe, e tha? Normalisht dhoma amerikane nuk merr me drogë dhe me gjëra të tilla as me spak. Por me taksat. Dhe duke shikon që abuzon pak Sebastian. Spekulon, do më ta themi spekulon. Fut departamentin e shtetit që thotë këto me dhomën e tregtisë. Mungesa. E thash, ka mungesë në ngjyrave tani. Po Marku nuk e di apo s'do ta pranoj. Po ç'a? Që ka marrë për dhomën e tregtisë dhe me këto çështje thotë. Nuk merret vetëm me taksat. Dhoma e tregtisë, dhoma amerikane e tregtisë, që ka marrë dhe me këto çështje thotë Sebi. Po më thon nga po e them është përmendur në raportet e Departamentit të Shtetit, por normalisht nuk flasim për çështjet ligjore. Bie që ti të bërë edhe dhoma e tregtisë zgjatimi i spakut pastaj. Po pse i spakut o burr? Ne flasim për tarifet. Amerikanëve pra, burokracia më shumë. Ose spaku zgjatimi i tyre, si do ta. Si duash ti? S'ka problem. Nëse unë por ta mbyllë po ti japësh, po ti bësh. Vërtet nuk kemi më kohë tani. Se ti e merr. E mbyll. Po ti bësh paton as parimin e territorialitetit në bisedë, se kështu është i vëmë. Sebi, është imperialist pa parë më kur. U çfarë imperialisti është Sebi? Sebi që her pas here i ndinjohet. Ashtu urtë e but thuj? Të kisha mundësi Sebi na kishte përfshirë të gjitha, na kisha kollaboruar, të gjithë dhe këtu edhe pyeste fare. Ti si ka thënë Shën Agustini? Predikuesi më i madh, shkelësi më i madh, është e thjeshtë. Vesh të dëgjues më të mirë se Sebi nuk ka. Është i paparë, më ne ngacmojmë se kemi Xhano, është i paparë. Vetëm se i kërkoj gjithmonë i them Seb, të lutem, për arsye të emisionit, ka momente që mund të jesh analitik, ka momente mund të jesh sintetik. Nuk ma bën qefin asnjëherë. Mund ta bëj. Çfarë i pëlqen princit nga sot ka fuqinë e ligjit. Ja, kur do të bëj sintetik, kur do. Çfarë i pëlqen princit nga sot ka fuqinë e ligjit, Perl. Dhe kjo nuk vlen vetëm për Trumpin. Gjoni 10 minuta kot, kur mund ta për gjithë fuqishmit. Tani shikoni ku ishte, Ledio do kaloj pa tranzicion, Ledio, po do bëjmë Giron Çilek. Dhe pastaj do kalojmë pa tranzicion tek fabula e Ramsit që godet spakun në mënyrë të tërthot pa e përmendur nga Parisi. Ramsi është duke pirë verë në këtë moment, nuk e di sa. Me mikun e tij Emmanuel Macron, po. Me Emmanuel Macronin që bën këto takimet ku gjithë europianët shkojnë në Elize atje. Dhe bëjnë të takimet vullnetare, janë këto vëndet vullnetare për ndihmuar Ukrainën. Po. Ishte Ramsi sot atje, priti Macroni prapë të shkallët e kështu. Për qafimi madhe. Për qafimi madhe të gjitha këto. Dashuri e papar. Dhe ne do flasim pak për këtë, për të kuptuar me